gjatë 22 viteve të mbetura të jetës së tij. Profeti Muhammed vazhdoi të merrte revelimet të cilat shokët e tij regjistruan, i mësuan përmendësh dhe më vonë i mlodhën në një libër të vetëm, Kur'anin e Shenjtë, që përbën bërthamën e besimit islam. Përgjatë shekujve që nga nata e fuqisë, jo muslimanët, veçanërisht monoteistët e krishterë dhe hebrej, për të cilët Islami përfaqësonte sfidën më të drejtë për drejtë, e kanë patur të vështirë ta pranojnë idenë se Kur'ani përmban fjalën e Zotit e jo të Muhammedit. Profetësia e Muhammedit ndahet në 2 faza. Periudha në Mekë 610, 622 dhe ajo në Medine 622, 632. Predikimi i profetit Muhammed tërhoqi pak të konvertuar dhe zgjoi kundërshti të konsiderueshme gjatë periudhës mekase të misionit të tij. Tek e fundit, ai përbënte një sfidë për strukturën sociale, ekonomike dhe fetare të qytetit. Ai jo vetëm i kritikoi sjelljet e tregtarëve të pasur Kurajsh, por gjithashtu i dënoi praktikat fetare që e bënin Mekën një qendër të begat pelekrinazhi.